Kjo është faza e parë e kryesisë. Pastaj na flasëm për kolegjume. Ne do të bëjmë ftesë edhe publike, edhe për ekspert që do të marrin pjesë në departamente, departamentin për shëndetësi, departamentin për ekonomi, apo kolegjume në farët ende nuk jemi përcaktuar se si, mbas edhe janë përcaktuar. Se t'ju bashkohen ata, çka mund të përfitojnë nëse ju bashkohen? Ne para së gjithash e kemi interesin e vendit dhe po oferta jonë si alternativë e këtij pushteti e të ardhmës Kosovës, ne po besojmë si parti, ne kemi bindje se ne kemi regres. Ne ato ura që i kemi ndërtu Ne si vend, po thoni se shëshri. Dhe përmes aleancës po besoj që mujnë me gjithë kush me dhoni kontribut edhe për vendin, edhe për vehtën, sepse sa ma shumë që të rritet aleanca, ashtë ma shumë rritet edhe përgjithësia dhe... Rarifi, qysh keni me bind qytetarët që ju jeni me të vërtet zgjidhja? Për shkak se nëse na analizojmë edhe fushatën e fundit zgjedhore ku zot Regjini ka folur me pika konkrete për zhvillimet ekonomike që mund t'i bëjë ose janë ato 6 pikat që ja ka ofruar qeverisë Kurti në mënyrë që t'ja bëj kurumin, por ne nuk kemi pa ndoshta një aktivizim që është të madh të elektoratit për m'ju besu juve, sepse thënë të drejtën, situata politike, por edhe partitë politike në Kosovë kanë ndruar. Elektorati më përdo më shumë njerëz të cilët bëjnë zhurëm se sa ofrojnë projekte konkrete. Qysh doni me i tregu saktësisht që to projekte që ju keni me zbatu, ose qysh keni me bindë elektoratin? Ne duhet me përpjek me mbërritë secili qytetari i Kosovës. Partia, organizimi politik nuk është diçka që të bjen mrekullim rreth natës. Ne do të përpiqemi të mbërritë secili qytetar, të flasim për këto pika, të flasim për ngecjet që i kemi, planin ndërkombëtar, zhvillimin ekonomik, krahasimin me vendet e rajonit, perspektivën ekonomike. Ne do të përpiqemi vizionin tonë t'ia shpjegojmë çdo qytetari. Do të ketë një fushat të vazhdueshme të aleancës, jo vetëm mediale, po edhe të vizitave në terren ku një rol është e parapom edhe për mu personalisht me kolegë tjerë nga kryesia që të mbërrinte secili qytetar dhe të bisedoj me ta. Partia politike nuk mundet me llogaritë që mrena natës nga një parti që i ka pas për shembull 5% me shku në 20-30%. Kjo nuk është diçka që krijohet mrena natës. Ne po tregojmë konsistencë, ne po tregojmë qëndrueshmëri dhe kjo qëndrueshmëri është ndër të parat që faktikisht ka qenë arsyeja pse Aleanca ka qëndruar shumë mirë këto vite të vështira që ka pas dhe do të vazhdojmë me konsistencë me tregu secili qytetar të Kosovës edhe për projektet tona, edhe për programin ton, edhe për ide dhe pse është mirë me kanë pjesë Aleancës, pse është mirë me votu Aleancën. Nuk është operacion i lehtë, jo vetëm në Kosovë, në çdo vend. Njerëzit me ju ndrru bindjet, me ju ndrru perceptimet që i kanë për zhvillimet. Por ne po besojmë dhe vlerësimet janë më të mira se ajo çka ne po shohim, ato çka ne mendojmë për Kosovën, u sjell të mira edhe Kosovës edhe shtetet, konsolidim të matutjeshëm, integrim të strukturave. Me që u ngrit kjo çështje tash nga Ardiano, unë prita një përgjigje tjetër nga ju, po shtoj tash në një mënyrë tjetër duke e ndërlidhur me këtë. Tash jemi në një situatë kur sigurisht është vendim ka qenë vendim i partisë të ndërtohet një qasje e këtij në raport me ndërtimin e institucioneve, përkatësisht në raport me ftesën e zotit Kurti për të takuar me qëllim të ndërtimit të institucioneve. Kjo ka kriju një farë lloj përshtypje në këtë betejë të partive për të ndërtuar rrëfim, narracion që po e thonë, që ju duke mos shkuar, edhe pse keni ofruar disa parime, disa kërkesa, ofertë, një farë oferte që të cilës duhet i përgjigjet paraprakisht zoti Kurti, në një farë mënyrë në rrëfimin e përgatitur nga lëvizja vetëvendosje, dilni pak si bllokues procesit. PDK-ja gjithashtu del pak si bllokues e procesit për shkak se zoti Hamza tha nuk kemi çka takohemi këto në qëndrimet tona në detyrimin opozit. Situata me LDK-n i qet po ashtu të tillë. Domethënë, cila do të jetë përgjigjja juaj ndaj këtij rrëfimi në zhvillim, i cili neve po na çon praktikisht drejt zgjedhjeve dhe a është përgatitur sepse Aleanca për t'ju qasur në pas zgjedhjeve, sepse në një farë mënyrë ka edhe zëra të cilët thonë që Aleanca kësaj here ka pas një rezultat të mirë, për shkak të ndryshimit, për shkak të mobilizimit, frikës njerëzve se mos nuk po kalohet pragu, janë disa elemente që janë jashtë elektorale. E vetëm që ka shtuar vota krahasuar me partitë e tjera, edhe LDK-ja ka bërë një bashkë. Për t'ju përgjigj këtij rrëfimi në ndërtim e sipër.
shok, nuk besoj se ky rrëfim është tu ndërtu në kuptim të asaj që Aleanca është blokuse. E para, janë disa elemente që na bojnë me kuptu ne pse nuk është tu ndërtu. E para, ne kemi dhënë një ofertë shumë të qartë. Ne nuk i kemi kërku kur gjë. Ne kemi kërku beneficione për qytetarin. Paraprakisht. Ftesa e tina ka qenë për krijim të institucioneve përderisa e dim se ai ka votat edhe për kryetar të kuvendit, edhe për kryetar të qeverisë dhe aty ishte e jo sinqert. Dhe kishim të drejtë që nuk shkuam. Muj me marrë me mend që ndoj qytetari i Kosovës ka mujtë me thonë po dasht me shku e me ngu qka patet, po që shka i Bedri Hamza. Ne e dishëm që ajo kishtë vetëm ishe për paracitje publike, ne ja kemi Nuk e ka pasur seriozisht tani? Jo, po shihet ajo, qka soldi ajo? Ajo soldi kur gjëjës, ajo ishte për opinionin publik me kalzu që për i tras të blokuste. Vetëm ju keni pasur diska ndryshe, se ju keni publikuar disa kërkesa paraprakisht. Ne kemi paraprakisht, ne kemi pasur qasje pak tjetër nga dy subjekte tjera. Dhe ne minimumi që ka kemi kërku, minimumi përgjigje në tupë. Pa marë parasysh, se dënë shtatë. Pas keni mujtë me shku me kërku përgjigjen direkt nga zoti Kurti? Jo, sepse ai nuk na ka ftu me diskutu për ato pika, ai ka ftu me diskutu për krijimin e institucionit që në fakt nuk ka çka diskuto me neve. Por dhe ju ato pika i keni pasur në funksion të krijimit të institucionit? Po, ato është faktikisht ne i kemi dhënë ofertën më të lirë të mundshme. Nuk i kemi kërku kur gjë. Se zakonisht një parti, Belgjik, 10 vjet e ka qeverisë me 9% Belgjikën. Po ne s'kem kërku kur gjë. Jeni me çdo kusht në kundër përfshirjes së ju në qeveri? Nuk besojmë në një mënyra, forma, qasja, e sheh në arrogancën e numrave, e sheh, ne nuk e shohim. Edhe nëse i pletësën kushtet ose ofertën që shprej cilësën ju? Po ne shkojmë, e bëjmë quorumin, që ata 7 deputet shkojnë kuvend. Por mos harro, ne kemi edhe dallime ideologjike. Ne nuk jemi parti e majtë. Ne nuk shohim që projektet që janë jetike për Kosovën mujnë me u realizu në një qevericit kurte dhe kishëm të drejtë, se 6 vite ne kemë ngecila në gjithë sektorët. Prej shëndetësisë, arsimit, zhvillimit ekonomik, zhvillimit buxhetit. Nëse krahasojmë buxhetin tonë me vendet rajonit, ne jemi të ngecë me të noja. Dhe ne nuk besojmë në një bashkëqeverisje me Kurtin. Nuk besojmë që i sjellëm të Përderisa nuk i besoni bashkëqeverisjes Kurtit. Qysh mundi mi besoj? Zoti Xhemali mund të përfshiheni se zoti Arifi e ndjen veten komod në këtë studio, kështu që nuk ju lën rand. Se kreva bre. Lidhna me çto, nëse ju nuk i besoni qeverisjes Kurtit, atëherë çysh mundi mi besu që ai që të 6 pika nëse ju thot po, unë do t'i marr të 6 pika dhe do t'i implementoj në qeveri, ju jeni në opozit, çysh keni mi besu që ky kam i respektu çto pika? Le ta mashtron qytetarën e Kosovës. Sepse ajo të një zotime për qytetarën e Kosovës dhe ne po kërkojmë prej tina zotime që do të implementoj 6 pika që janë interes për qytetarën e Kosovës. Nëse ai ka vendosur me mashtru qytetarën e Kosovës, le të ekspozohet. Pyetja jam ke për arsye se krahas ofertës që ka bë AK si kusht për me ndërlidh koalicion me vetëvendosjen e kam një dhe një rrëfim tjetër shtesë të... Vetëm s'kan thënë për të lidhë koalicion. Eventualisht, po. Po s'po thon as... Ka qenë një rrëfim edhe zotit Arifi edhe Mëram e ka përsërit që nuk bashkëpunojmë me vetëvendosjen sepse